Nisur nga situata e ndërtimeve pa leje, prefekti e qarkut të Vlorës Evi Sallushi mblodhi gjatë kësaj të hënë në një takim përfaqësues të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe Inspektorateve të Mbrojtjes së Territorit në Bashkitë e Qarkut. Prefekti Allushi tha se edhe pse ka pasur denoncime dhe shqetësime nga qytetarët apo edhe nga media, nuk është marrë asnjë mas, ndërsa sipas saj kjo gjë krijon ndjesinë e mungesës së reagimit, por është edhe e pafalshme, nënvizoi prefekti Allushi. Ndërtimet pa leje, tha prefektja, janë cënimi i territorit, i mjedisit dhe interesit publik. Prefektja e Qarkut theksoi se nuk do tolerohet që në vijën bregdetare përgjatë lumenjve apo në territore të mbrojtura të vijohet me ndërtime pa leje. E kemi thritur këtë takim si institucion i prefektit të Qarkut të Vlorës, por njëherë unë si prefekte e Qarkut, sepse kudo ku kam shkuar për takime pune në Bashkitë e Qarkut të Vlorës, kam ndeshur në shqetësime të vazhdueshme dhe të përsëritura të qytetarëve për sa u përket ndërtimeve pa leje në të gjithë territorin e Qarkut të Vlorës. Denoncimet e tyre, si në institucionet përgjegjëse, ashtu edhe në media, në shumë raste nuk po marrin vëmendjen dhe trajtimin e duhur, duke krijuar ndjesinë e mungesës së reagimit dhe të zbatimit në ligjit në kohë. Dhe kjo është e pafalshme për gjithë ne që jemi në funksione shtetërore dhe për të shërbyer qytetarëve, ligjit dhe shtetit. Ndaj sot në këtë takim, unë dua të jem shumë e qartë dhe drejt për drejt. Ndërtimet pa leje nuk janë më thjesht shkelje administrative, ato janë cënim i drejt për drejt i territorit, i ligjit, i mjedisit dhe interesit publik. Territori i Qarkut Vlorë nuk është dhe nuk mund të trajtohet si hapësirë pa zot. Mbrojtja e territorit është detyrim ligjor, institucional dhe moral ndaj qytetarëve dhe brezave që vinë. Nuk mund dhe nuk do të tolerohet më që në vijën bregdetare, në zonat turistike, përgjatë lumenjve apo në territore të mbrojtura të vijojë ndërtimi pa leje, ndërkohë që institucionet vonojnë reagimin, neglizhojnë sinjalizimet apo nuk i trajtojnë me seriozitet denoncimet publike dhe institucionale. Prefektja Evi Sallushi kërkoi kontrolle të përditshme në terren, si dhe trajtim serioz dhe institucional të çdo denoncimi të ardhur nga qytetarët, media dhe institucionet. Kërkoi që nga çdo strukturë i IKMT-s dhe IMT-ve, kontrolle të përditshme dhe të pandërprera në terren. Reagim të menjëhershëm ndaj çdo rasti të ndërtimit të palishëm, trajtim serioz dhe institucional të çdo denoncimi të ardhur nga qytetarët, mediat apo institucionet. Raportim të plot, të saktë dhe transparent për çdo konstatim. Bashkëpunim të ngushtë dhe të vazhdueshëm me policinë e shtetit dhe institucionet përgjegjëse. E prer ishte prefekti Allushi kur tha se nuk do të ketë asnjë tolerim për ndërtimet pa leje apo favorizim dhe heshtje institucionale. Nuk do të ketë asnjë tolerim për ndërtimet pa leje në zonat bregdetare, zaptimin e hapësirave publike, ndërhyrjet në brigjet e lumenjve apo çdo formë favorizimi, mos veprimi apo heshtje institucionale. Çdo inspektor që nuk ushtron detyrën në përputhje me ligjin do të mbajë përgjegjësi të plotë ligjore dhe institucionale. Çdo rast neglizhence, mosveprimi apo injorimi denoncimeve do të referohet menjëherë pranë institucioneve përgjegjëse. Çdo subjekt apo individ që tenton të ndërtojë pa leje duhet ta ketë të qartë se do të përballet pas një vonesë me pezullim të menjëhershëm të punimeve, prishje të objektit të palishëm, masa administrative maksimale dhe kallëzim penal sipas legjislacionit në fuqi. Gjatë takimit, përfaqësues të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, si dhe Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit në Bashkitë e Qarkut, kanë referuar përpara prefektes së Qarkut, Evi Sallushi, problematikat, situatat në bashkitë e tyre dhe masat që duhet të ndërmerren për ndërtimet pa leje.